Do flasim për shfaqjen Ëngjëjt, që është pjesë e festivalit Monoakt, jepet nesër mbrëma në kuadër të këtij festivalit. Nderuar televizionistë, kam kënaqësinë të ndaj bisedën me Odise Plaku, që është autor dhe dramaturg. Mirëmëngjes Odise, faleminderit që jeni në studio. Kënaqësi e veçantë që t'ju uroj juve mirëmëngjes nga një studio e tillë, nga studia e Radio Televizionit të Kosovës. Mirëmëngjes Kosovë e dashur, mirëmëngjes gjithë bashkëqytetarëve të saj dhe gëzuar ditën e çlirimit. Faleminderit shumë. Një ëndër e cila bëhet realitet për të qenë prezent në ekranin e RTK-s në një ditë e veçantë dhe shumë të mbushur me emocione. Të falenderoj shumë që erdhe. Si dhe me aktoren Vefi Redhi. Vefi, faleminderit që je në Kosovë dhe në televizionin e Kosovës. Kënaqësi e veçantë për mua të ndodhem në televizionin tuaj. Kënaqësi e veçantë për mua të interpretoj në Shqip në një festival Monoakt. Një ngjarje shumë të rëndësishme, një temë shumë të veçantë për gjithë Kosovën. Mirëmëngjes të gjithëve që na shohin. Bukur, dhe keni zgjedhur një titull shumë profetik, si Ëngjëjt, për ta titulluar shfaqjen, e cila ka një tematik interesante, një tematik që na lidh ngushtë me të kaluarën tonë jo të largët, shumë të afërt. Edhe kur jemi në ditën e çlirimit dhe në këto përvjetoret e çlirimit, si thua, merr edhe efektin më të madh. Rastësisht erdhi, Odise? Jo, nuk erdhi rastësisht, pasi ka qenë një vepër e cila ka kaluar përmes punës së shumë viteve, për të ardhur deri në këtë vit, pra në 2025, në para 10 vjetësh, ka nisur kjo vepër, pas një takimi poetik në Gjakov. Aty jam njohur me mjaft histori të dhimbshme të trishtuara, por u desh Vefi Redhi, e cila do të kërkonte... Si e gjete? Si e spikate? Shkove në Greqi e morë? Ne ishim gjetur, rrjetet sociale sot janë një urë miqësie, nëse dita përdorur gjithmonë për të mirë. Dhe nëpërmjet komunikimeve tona, unë njoha dhe me dëshirën e Vefit për të kthyer në Shqipëri pas 25 vjetësh, për të interpretuar një vepër të plotë. Tirana si vjetë feston, ose është në logon Tirana kryeqyteti dialogut dhe kulturës mesdhetare. Më ngacmoi ideja e Vefit që donte të kthehej në Shqipëri me një vepër, por më ngacmonte edhe titulli Dialogu dhe kultura mesdhetare. Atëherë, për t'i dhënë një atmosferë akoma edhe më plotësuese pikërisht këtij etiketimi, mendova që kjo vepër mund të rrinte shumë mirë e harmonizuar ndërmjet 3 artistëve: Shqipëria, autori, aktoria që vinte nga Greqia dhe regjizori Naser Shatrolli, djali i Kosovës, biri i Kosovës. Ne ndërtuam kështu një trekëndësh artistik i cili funksionoi shumë bukur dhe na dha këtë produkt i cili jo vetëm është mirë pritur, por është edhe vlerësuar. Vefi Redhi u vlerësua me çmimin aktoria më e mirë në festivalin e parë të monodramës Flas Shqip, autorët shqip, teksti, interpretimi në gjuhën shqipe, pra që ishte një festival mbres lënës. Ne u kapëm, si të thuash, në mënyrën artistike nëpërmjet kësaj vepre, e cila ka kaluar një proces të gjatë krijues, sepse ne nuk donim thjesht të jepnim një histori. Pasi histori të tilla mund të dëgjosh me qindra dhe mira këtu në Kosovë, por ne donim që... E keni trajtuar pak më ndryshe. Ne donim që të jepnim një vepër monumentale, një vepër që t'i qëndronte kohës dhe jo thjesht nuk doja që t'i jepja një nënë e cila vetëm thjesht vajton, një nënë e cila numëron ditët, se kur djali apo vajza mbushi vitin që është dukur nga jeta, jo. Doja që t'i jepja një figurë e cila të përmbushit të gjitha figurat e nënave të Kosovës, dhe Vefi Redhi e ka mishëruar në mënyrën më të plot artistike, dhe unë jam krenar që e bëra këtë zgjedhje. Shumë mirë. Vefi, cila është kjo nëna që ka kaluar ferrën e jetës vet dhe prapë se prapë do përballet ndoshta me mungesën e loçkës të shpirtit vet, që është fëmia i vet. E nënat e Kosovës, nënat shqiptare janë përballur shumë me këtë sfidë. Sa e ndjeve si rol dhe si e përcolle në skenë? Fillimisht u nis për një nën gjakovare, me që në Gjakov janë dhimbjet më të mëdha të luftës. Pastaj e përgjithësuam në një nën kosovare. Besoj se është dhimbja më e fortë që mund të ekzistojë mbi tokë, humbja e një fëmie për prindin. Unë e kam parë si një hymn për gjithë nënat,
për nënat që jetojnë në tokë dhe për nënat që na presin lart në qiell. Gjithë shoqëria duhet të rahi me tiktakun e zemrës dhe dhimbjes së nënës. Është shumë aktuale për sot kjo temë, sepse në gjithë këto luftra përreth nesh, ata që paguajnë më shtrenjtë janë fëmijët, janë pjesa më e pafajshme e gjithë shoqërisë njerëzore. Në Gaz, a nuk vdesin fëmijët sot nga uria sepse dikush vendos që mos t'u shkojnë ndihmat? Për gjithë fëmijët e botës është, por zanafilla dhe mbështetja jonë është për fëmijët e Kosovës, gjithashtu në përcillen mesazhe shumë të fuqishme me veprën tonë që nuk duhet haruar, sepse çdo gjë që harohet është shumë e thjeshtë për t'u rikthyer. Dhe le të shikojmë përpara drejt paqes, drejt mirësisë, drejt qetësisë, por të gjitha këto i kanë themelet e shëndosha kur nuk harohet e kaluara. Sigurisht vepra jonë nuk ka qëllim që të rikujtoj dhimbje dhe të gricim dhimbje, ka qëllim kujtesën. Kujtesën, sepse sa më shumë shkohet përpara, sa më shumë dëshirojmë paqen, nuk duhet të harojmë. Sidomos brezat e rinj duhet të dinë dhe të jenë krenar për dhimbjet e vendit të tyre, për dhimbjet e nënave të tyre. Ka shumë mesazhe të fuqishme. Një mesazh është gjithashtu forca e nënës. Që është e pashembull, nëna shqiptare në përgjithësi është dhe guri dhimbja e vetë, shkëmbi nënës vetë. kosovare dhe dhimbja e nënës shqiptare, dhimbja e gjithë nënave në fakt, por dhimbja e nënave tona janë vërtet të kaluara mes lotëve që akoma nuk thahen. Ne kuptoj. Si e kam parë? E kam parë në përgjithësi si një nënë. Përkështuar në ndjesin, patjetër duhet, Dhimbja e nënës nuk ka nevojë të ketë kombësi, nuk ka nevojë të ketë ngjyrë. ajo ndjehet. Ajo ndjehet. Si autor dhe si dramaturg, ju e thatë qysh në përgjigjen e parë që vetë një autor që e ka shkruar një vepër të tillë nuk mund të shprehet më bukur se sa u shpreh vefi. Kjo do të thotë që ky rol është përshtatur dhe fle bukur në shpirtin e saj. Në shpirtin e saj artistik edhe krijues, sepse sa do të përpiqem Alket që unë të shpreh çfarë shprehu vefin në këto momente, për mua do të jetë e pamundur, sepse tashmë çdo fjalë e shkruar në këtë vepër është bërë pjesë e jetës së vefit. Dhe apo bëm disa muaj me radhë që po jeton me këtë rol dhe nga njëra skenë në skenën tjetër do të shikosh disa mënyra të ndryshme emocionale të interpretimit, njëra më e bukur se tjetra. Ndoshta edhe ngarkesat emocionale, për shembull, ne po bëjmë gati 10 ditë që jemi në Kosovë, e menduam këtë tur sepse kjo vepër më bukur se në asnjë vend tjetër mund të rri këtu në Kosovë. Mund të rri në skenat e Kosovës. Absolutisht, po kjo është drejt. Si kaluat këto ditë në Kosovë? Më trego pak? Unë do të tregoj 2 pjesë. Pjesën e parë në dashamirësinë, në mikpritjen, në bujarinë e njerëzve të thjeshtë të Kosovës. Që na karakterizon kjo. Pra, ju themi faleminderit për gjithë dashurinë që ju treguat ndaj nesh, por të prekur, thellë, deri në ashtë për indiferencën që është treguar nga institucionet komunale të Kosovës në drejtim të përkrahjes së kësaj vepre. Pse? Çfarë? Jemi drejtuar që në muajin mars, sepse në mënyrë të qëllimshme, unë e njoh Kosovën, unë e njoh historinë e Kosovës. Unë po bëj vitesh që jam i pranishëm në Kosovë dhe kam lidhjet e mia të bukura të qëndrueshme. Marr pjesë në aktivitetet tuaja, ju vini në Tiranë, kemi shumë aktivitete të tjera që na kanë bashkuar. Jemi drejtuar që në mars për të qenë të pranishëm në Kosovë në 2-3 qytete, ndoshta nëse do të na kishin dhënë mbështetje, ndoshta ne do të kishim udhëtuar në të gjithë Kosovën. Duke qenë se kishim ftesën për të marrë pjesë në festivalin Monoakt, një festival prestigjioz tashmë, dhe ne do të kishim mundësinë që të prezantonim në mënyrë zyrtare këtë vepër, dëshiruam që të ishim prezent dhe në qytete. Unë kam harxuar euro për të postuar letra dhe nuk mora asnjë fjalë
të faleminderit për iniciativën tuaj, pasi unë e kam marrë këtë iniciativë, kam bashkuar Vefi Redhi së bashku me regjizorin Aser Shatrolli, jemi bashkuar 3 shqiptarë për të bërë një vepër të tillë. Ju thoni që nuk keni as në mirë kuptimin e organeve komunale. Të kishin ardhur dhe të na kishin thënë mirë se erdhët, na falni se ne jemi për të shkuar në Velipoj apo në Shëngjin, sepse është moti nxehtë dhe po as një fjalë të zhgënjur totalisht. Falenderojmë teatrin Bekim Fehmiu në Prizren apo Hadi Shehu në Gjakov që na hapën dyert dhe falenderojmë të gjithë dashamirësit tanë të cilët shpenzuan ndan kohë me ne për kohë të vlefshme, jo kohë fizike të shkuar dëm në një vepër të tillë. Ndoshta nuk është momenti sepse ne jemi në një atmosferë festive, dhe të gjithë i gëzojmë kësaj dite që ne erdhëm, por ashtu të gjithë duhet të kemi një aspekt të kujtesës historike, dhe kujtesa historike vjen edhe nëpërmjet veprave, vjen edhe nëpërmjet një poezisë së bukur që ju shkruani, apo të një teksti të një vepre, një drama, po çfarë do qoftë ajo, apo dhe një interpretim. E kuptojmë. Odise, kjo patjetër që duhet të ishte një alarm, një sinjal edhe për organet komunale që të kenë parasysh dhe t'i lexojnë ato emaile me kujdes. Kërkesat t'i shqyrtojnë me kujdes dhe me prioritet. Ua kam dërguar edhe me post. E kuptoj. Për të mbetur e protokolluar. E thënë pak më diplomatike kjo e imja, se ju e thatë shumë bukur, ajo çfarë është, nuk kemi se qa zbukurojnë. Nëse duam Kosovën, ne duhet të flasim hapur. Nëse ne flasim për bashkimin kombëtar dhe nëse ne flasim një kom, një qëndrim, pikërisht për këtyre gjërave të vogla duhet të vim të gjëja më e madhe, ajo çfarë ndërrojmë të gjithë ne. Një kom, një qëndrim mund të arret pikërisht duke bashkëpunuar ngushtësisht, jo pa qëllim e bëra këtë bashkëpunim ndërmjet 3 vendeve, për të treguar që shqiptarët kudo që janë, kanë një zemër, kanë një gjak, kanë një gjuhë, dhe mund të jenë të gjithë së bashku. A e kanë një gjak, një gjuhë, një zemër të gjithë shqiptarët? Sigurisht. Sepse ti duke e thoshte Konica, duke qenë larg atë dheut e ndjen më afër atë dheun. Para së gjithash do them që provat e mia të para për këtë vepër u bën në teatrin Dodona, të cilët i falenderoj që na hapën dyert. Gjithashtu dua të them që në festivalin Flas Shqip në Tiranë u vlerësua me edhe regjizori veprës tonë, Aser Shatrolli, si regjizori më i mirë i festivalit. Para 2 javësh, po. Unë kam qenë larg, megjithatë dua të them këtë, që kam qenë gjithmonë shumë e ndjeshme për ngjarjet e Kosovës. Pse? Flasim të njëjtën gjuhë. Jo, më jemi një. Jemi një. Flasim të njëjtën gjuhë. Flasim të njëjtën gjuhë, kemi të njëjtin gjak, kemi të njëjtin komb. Kur themi Kosovë, kuptojmë Shqipëri, kur themi Shqipëri, nuk e kuptojmë Shqipërinë me një pjesë të saj që ka vuajtur, pavarësisht se si kanë rrjedhur ngjarjet historike, jemi shqiptar. Kosovë, Shqipëria, nuk jemi shqiptar. Unë si Vefi kam qenë gjithmonë e ndjeshme. Prandaj dhe pranova të kthehem pas kaq vitesh ku unë e kam jetën artistike në Greqi dhe interpretoj. Si e para atje në Greqi, në gjithë këto vite të krijimit të sënde artistike atje, Vefi, duke qenë shqiptare, duke qenë e huaj? Unë kur shkova si një emigrante, si shumica e shqiptarve, sepse sot mund të ikin shumë shqiptarë në vende të ndryshme për një përzgjedhje më të mirë. Në vitet që ika unë në 97-ën ishte emigracion. Një emigrante isha. U përpoqa, punova, por nuk lash ëndrat e mia. Ëndra ime kush ishte? Teatri. U përpoqa. Si më pranuan, erdhi normal kjo, hapa sapi. Nuk lejova ndonjëherë që të trajtohem ndryshe, si ta them. Sepse është individuale, sepse nuk e pranova unë, nuk e pranova, nuk ja lejova vetes. Unë Vefi jam, Vefi emigrantja, Vefi nga Vlora, a nuk do isha e njëjtë dhe po t'isha nga një vend tjetër. Vlerat e mia tregova, vlerat e marra nga familja, vlerat e marra nga shkolla, vlerat e marra nga shoqëria. Dalim të kjo që kur je vetvetja, detyrojnë të tjerët të të pranojnë. Kjo e bukur shumë. Po kjo është shumë e bukur dhe realisht kjo është e vërtet.
rri vetvetja dhe bëj ata, nxiti që të pranojnë ashtu si sepse je vetvetja, ke vërtetësitë e tua. Kjo ka qenë një nga pikat e forta që mua më ka pëlqyer tek Vefi, teksa ne kemi komunikuar me njëri tjetrin, ka qenë pikërisht krenaria e shqiptares. Pra një Vefi e cila ka preferuar dhe ka pëlqyer që të ruaj figurën e saj, pra të ruaj vlerat e saj pavarësisht tokës apo ajrit apo ujit që ajo konsumon në jetën e saj të përditshme. Me pak detaje, sepse çdo krijues para se të marrë një rrugtim artistik, patjetër do të bulzohet në një kafe, në një bisedë, dhe ne kemi mua më duket i frytshëm ky bashkëpunim, edhe mes Naserit edhe ju dhe Vefit. Ndoshta një nga bashkëpunimet, për mua do të jetë një nga bashkëpunimet më të bukura, sepse janë tre mendje shqiptarësh që jetojnë në tre vende të ndryshme, por që punojnë për një qëllim, për një vepër. Një vepër monumentale unë e përsëris gjithmonë, kjo nuk është një vepër e zakonshme. Dhe jam i bindur që do t'i rezistoj kohës. Do t'jepet nesër në 19:30 në Dodona? Në 20. Në 20 do t'jetë te Dodona. Unë jam i bindur që të gjithë ata që do t'a ndjekin këtë vepër kanë për të reflektuar, jo vetëm thjesht për të parë, por kanë për të reflektuar dhe për ta parë në një mënyrë tjetër të gjithë atë histori e cila do të zhvillohet për gati 70 minuta në sken. Për 70 minuta në sken, kjo është shumë e rëndësishme dhe teksti gjithmonë me mesazhe, me porosit të qarta gjithmonë, e mban publikun, si me thënë, në adrenalin të vazhdueshme. Ha, Vefi? Ajo në ndodhi atje ku kemi të në shfaqje, sigurisht që nuk piptin të njëri. Për mua dua të theksoj që ishte një nga bashkëpunimet më të veçanta, duke bashkëpunuar pas kaq shumë vitesh, me vepër shqiptare, me regjisor nga Kosova, era e parë që punoj me një djalë të talentuar nga Kosova, me autor shqiptar, me Odisen, kishim një lloj miqësie nëpërmjet miqësh të përbashkët, miq shumë të mirë të përbashkët. Jemi përpjekur që me një lojë të vërtet të përcjellim në Gjakov, për shembull, kudo që ishim, nuk piptin asgjë, ndoshta ka momente që të duket sikur njerëzit haruan të marrin frymë. Lot të heshtur edhe heshtje, edhe drithërim, sepse unë që jam në sallë ndjej reagimet e spektatorëve, flet shumë, loja e Vefit flet shumë, është një lojë bashkëkohore. Shumë e rëndësishme, pastaj loja e aktorit, po edhe tematika është e ndjeshme. Kënaqësia ime është pastaj kur spektatorët nuk ikin dhe vinë të takojnë dhe të thonë që unë doja të duartrokisja, po kisha frikë mos të shqetësoja, ku ka gjë më të bukur. Po, vërtet? Kishte një moment kur një nga dashamirë si tanë, sepse vepra ka shumë pika të forta, domethënë edhe gjatë interpretimit që Vefi jep jetë edhe gjallëria kësaj vepre, edhe një personalitet në fushën e arkitekturës ta unë doja të duartrokisja fort, tha për ty, tha. Na ka ndodhur, në Korçë për shembull na ka ndodhur që her pas here spektatori ka ndërhyrë me duartrokitje dhe të çorienton? Fare. Jo, fare. Përkundrazi duket sikur kanë stimuluar. Kjo ndodhi shumë, sidomos në Vlorë, që si hapësirë është më larg pak me Kosovën. Në Vlorë kishte shumë duartrokitje në mes të lojës time, të vazhdueshme, duartrokitje të vazhdueshme. Dhe ata ishin vlonjatët, ndodhite në Korçë, ndërsa në qytetet tjera ka një heshtje që nuk ndoshta vlonjatët e korçanët janë. E ndjejnë bashkë edhe tekstin, e ndjejnë edhe lojën tënde, e ndjejnë gjithë mesazhin e fortë. Edhe gjetjet e regjizoriale të Naserit janë pikante. Janë pikante dhe plotësojnë atë koloritin e gjithë veprës. Ne kemi pasur një punë shumë të bukur, shumë të dashur me Naseri. Vefi ka qenë mysafire tek Naseri për ditë me radhë në kuadër të përgatitjes për të zhvendosur pastaj në Tiranë. Shtëpia e Naserit është bërë shtëpia e Vefit, Dodona është bërë shtëpia e Vefit, skena që e ka mirëpritur edhe ka punuar për ditë me radhë për të ardhur në atë kulmin final në Tiranë. Pra, kjo vepër që në momentet e fillimit të jetës së saj ka qenë rrugtim, ndoshta si duket nga Odiseo, Odos, rrugë, edhe autori e ka dashur në formë në një rrugtimi artistik të vepër. Do të eci tutje? Ku janë planet? Do të shkoj në Ulqin,
Mrekulli. Në 14 do të jenë në Ulqin. Unë jam duke punuar forcërisht nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës në Tiranë që të rrëmbej atë projektin për të udhëtuar më pas në Athinë. Themi se do të kemi 2 ose 3 shfaqje në Athinë. Unë jam i bindur që suksesi i Shqipërisë do të jetë akoma edhe më i fort edhe në Athinë, pasi aty do të ketë vefi mundësin që të përballet edhe me miqtë e saj. Greke shqiptar. Themi Alket se do të bëjmë përgatitje serioze edhe për në Athinë. Unë e dua këtë vepër shumë. E dua shumë ndjesin që po flet patjetër një autor do veprën e tij, nuk diskutohet. Kur kam shkruar një poezi, çfarë më bën të vi drejteje Kosovë. Aty kam shpreh sepse unë e dua Kosovën me zemër. E dua me zemër dhe me shpirt dhe gjatë këtyre ditëve vefi është rrethuar nga dashuria dhe respekti i miqve të mi. Unë ju them faleminderit kudo që janë që na kanë pritur dhe na kanë dhënë një dashuri të pakufi gjatë këtyre ditëve duke e na e plotësuar shpirtin nga ato mangësitë e vogla të cilat unë ndoshta në një çast dhimbje brenda shpirtit shpreha një shqetësim në drejtim, nuk do t'i rikthem të neglizhencës të institucionet, por është fyese kur një aktore shqiptare potenciale troket në derën e drejtorisë së kulturës edhe heshtje. Më falë se jam e zënë. Unë do doja të shtoja që suksesi nuk është vetëm i interpretimit tim. Unë pata fatin të bashkëpunoj me njerëz të talentuar, ashtu siç është kosovari juaj, Naser Shatrov, ashtu siç është miku im, Odise Plaku. Kështu që suksesi kësaj pjese është i një tresheje, nuk është i individit apo interpretimit. Nuk do ishte interpretimi im, suksesi kur nuk mungon. Po, nuk do ishte interpretimi im i plot, pa një mbështetur, pa një tekst të fuqishëm, njëkohësisht pa gjetje të regjizoriale të Naserit. Ju falenderoj shumë që erdhe sot në studio, ma keni zbukuruar studion, faleminderit shumë Vefi që nga Greqia erdhe, që jo është pak Kosovën, uroj të ketë lënë përshtypje të bukura. Shumë suksese në shfaqje nesër, edhe të na riktheheni me tjera projekte. Ju jeni të mrekullueshëm, Odise, Naser, Vefi, fantastik jeni. Ne do të vazhdojmë të mbetim në Kosovë, sa kohë rrahjet e zemrës sonë bashkohen Shqipëri-Kosovë, ne do të jemi këtu. Ju falemderit për bujarinë tuaj dhe gjithmonë e dim se do të na mirëprisni me dashuri. Absolutisht, me dashurinë më të madhe. Kënaqësia ime do ishte të më ndjekin sa më shumë nesër. Do të vim, është apel, është thirrje. Nesër në 20 në teatrin Dodona për ta ndjekur shfaqjen e. Prania e kosovarëve, e njerëzve të Prishtinës, për mua do të jetë kënaqësi e veçantë dhe do më japi një emocion të veçantë. Faleminderit edhe një herë. Shumë suksese. Faleminderit Alket. Faleminderit.